Përshëndetje, miq të Klan Kosovës, mirë se po takohemi këtu në emisionin e përditshëm informativ Info Magazin. Unë jam Gushtrim Sadiku, do t'ju shoqëroj gjatë minutave në vazhdim kalojmë me zhvillimet kryesore që po shënojnë këtë ditë. Kosova nuk ka marrë instruksione politike nga komuniteti ndërkombëtar për dialogun politik me Serbinë. Kështu deklaroi presidenti Atifete Jahjaga, e cila tha se pala kosovare i ka vijat e kuqe të mbështetjen në sovranitetin e Kosovës. Sindikalistët e PTK-s kërcënojnë me radikalizim të skajshëm. Në protestat e organizuara sot, kryesindikalisti i PTK-s Milazim Alshiqi nuk e përjashtoi mundësinë edhe të shkatërimit fizik të postës, bëri thirrje që të mos privatizohet ky aset shtetëror. 14 aktivistë të organizatës studentore Studim Kritik veprim u arrestuan sot teksa po shkruanin grafite në muret e ndërtesës së policisë kundër aksionit të dieshëm brenda universitetit. Ata janë duke u mbajtur në polici dhe janë duke u intervistuar. Kosova i ka vijat e kuqe përsa i takon dialogut politik. Madje, pala kosovare, sipas presidentes Atifete Jahjaga, nuk ka marrë instruksione nga komuniteti ndërkombëtar edhe atëherë kur kanë qenë në New York. Kështu tha kreu i shtetit gjatë konferencës së sotme për shtyp. Aty foli edhe për konferencën tjetër, konferencën për fuqizimin e gruas, konferencën ndërkombëtare ku tha se vetë ish sekretarja e shtetit Madeleine Albright do ta hap këtë konferencë. Shkojmë me kronikën e Arber Jasharit. Nga New Yorku erdhi e foli për dialog. Presidenti i vendit po thot se pala kosovare atje nuk ka marrë asnjë instruksion për negociatat e ardhshme politike me Beogradin. Nuk ka pasur ndonjë instruksione, mirë po ne siç kemi deklaruar edhe herave të tjera, dialogu, dini që procesi dialogu tani më vetëm ka filluar nga viti i kaluar dhe ku është arritur një sër i marrëveshjeve. Madje kryetaria e shtetit u shpreh bindur se spektri politik në Kosovë ka qenë unik për sa i takon këtij procesi, e bashkë me të edhe vijat e kuqe pavarësisht deklaratës së dhënë nga Catherine Ashton, e cila tha se dy palët duhet të bëhen gati për vendime të vështira. Nuk dua të flas në emër të baroneshës Ashton, mirë po ato që ka mund të them është se ekzistojnë disa vija apo linja të kuqe për të përcaktuar nga vetë qytetarët e Republikës së Kosovës, nga institucionet e Republikës së Kosovës. Asnjë çështje e brendshme e shtetit ton nuk do të jetë temë e diskutimit me asnjë shtet tjetër e aq më pak me Serbinë. Këto deklarata liderja e vendit i tha gjatë një konference për media, në prag të një takimi ndërkombëtar për fuqizimin e gruas. Jahjaga tha se këtë organizim do të hap vetë ish sekretarja amerikane e shtetit, Madeleine Albright. Ajo gjithashtu deklaroi se në këtë summit do të jenë të pranishme rreth 200 pjesëmarrëse nga Kosova, rajoni, Evropa, lindja mesme, Azia dhe Amerika. Disa dhjeta sindikalistë protestuan sot para objektit të postës e telekomit të Kosovës. Këtu, kreu i sindikalistëve të postës, Milazim Alshiqi, paralajmëroi se mund të radikalizohen skajshëm, madje edhe në shkatërimin fizik të postës. Kanë marrë vesh që do të vinë disa mysafirë dhe janë radhitur në pritje. Jo që të dëshirojnë mirëseardhje, por t'i shprehin pakënaqësitë me këtë vizitë. Vizitorët janë disa blerës potencial të PTK-s, ndërsa këta 10 punëtorë të kësaj kompanie kanë dalë që t'u tregojnë se janë kundër shitjes së gigantit ekonomik. Edhe pse delegacioni mundua të ndrojë udhë, protestuesit Iran e fije dhe në vend të përshëndetjes morën kësaj ovacionesh. Megjithatë, delegacioni u nis që t'i shpalosë hesabet e veta lart, ndërsa punëtorët që mbeten poshtë i bën me dije se s'mund të vendoset asgjë për fatin e tyre pa u pyetur ata. Kjo është protestë fillestare që me i bën me dije blerësat, mos tentojnë me investua këtë, sepse pa përcua kërkesat tona, pa dialogu me neve, pa ditë ku afati punëtorëve, na nuk dorëzohemi. E duke mos zgjedhur fjalët, kryesindikalisti tha se protestat mund të radikalizohen, duke mos zgjedhur veprimet. Mos na bënin gjendje që në situatë që me thymë me bollëm. Na jem ata që kemi dalë shkallë, edhe nuk e kemi kushtuar as shpirtin, as familjen.
Ndaj këtyre protestave ka reaguar Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Në një njoftim të këtij dikasteri thuhet se Komisioni Qeveritar i Privatizimit dhe kryesuesi i saj Ministri Besim Beqaj, gjithnjë deri më tash, ju janë përgjigjur kërkesave të përfaqësuesve të sindikatave për takime dhe u janë sqaruar të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të punësuarve në PTK. Ministria po hanë se ky proces bazohet në vendim të Kuvendit dhe qeverisë dhe është duke u realizuar konform ligjeve në fuqi. Suksese konferencës posaçërisht në pjesën Flasim tashti për një aksion simbolik. Policia e Kosovës ka penguar studentët të lëvizjes studentore Studim Kritik Veprim gjatë një aksioni simbolik para stacionit policor Qendra në Prishtinë, duke arrestuar 14 prej tyre. Aktivistët e lëvizjes studentore Studim Kritik Veprim kanë vendosur në muret e këtij stacioni policor një pamflet ku thuhet se ligji mbi arsimin e lartë në Republikën e Kosovës, neni 13.4 thotë se në listën e bardhësve të arsimit të lartë gëzon paprekshmëri nga organet e rendit publik përveç në rastet e përcaktuara ndryshe me ligjet e veçanta. Me këtë aksion, aktivistët e kësaj lëvizje kanë dashur të shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj ndërhyrjes organeve të rendit në hapësirat e institucioneve publike të arsimit të lartë në Kosovë, siç ishte edhe rasti ndërhyrjes së djeshme gjatë protestës së drejtuesve dhe studentëve të parlamentit të studentëve në oborin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. E mu kësaj i parapriu një protest e organizuar një ditë më parë, një protest që pati edhe për masa të dhunës. Protestat nga organizatat studentore, nga parlamenti studentor, u organizua kundër prorektorit Nuri Bexheti. Aty u desh të ndërhyj edhe policia e Kosovës. Kjo storie do t'i parapri një debati ndërmjet dy përfaqësuesve të organizatave studentore lidhur me problemet që këto studentë të Universitetit të Prishtinës i kanë, ose si kanë me menaxhmentin e ri të universitetit. Do të shkojmë me kronikën e Naile Demës dhe do të rikthehemi me pjesën e debatit. Nisje si mos më keq. Ambasador, profesore, personalitetet të tjera mësojnë Fakultetin Filologjik për të shënuar në mënyrë solemne fillimin e vitit të ri akademik. Por të gjithë u dash të kthehen. Dera në sallën së kuqe e zun këta studentë të organizuar nga parlamenti studentor. Po protestojnë me që nuk po e duan Nuri Bexhetin prorektor për çështje mësimore. Ky rektorat i ri ka bërë emrime politike të prorektorëve. Konkretisht bëhet fjalë për Nuri Bexhetin, një njeri që vjen si emrim politik në këtë universitet. Duke parë se studentët nuk e kanë ndërmend të largohen nga dyert, zyrtarët ceremoninë e zhvendosën në rektorat, edhe atë të fillim vitit, por edhe atë të dorëzim pranimit të detyrës së rektorit. Por me të marrë vesh edhe studentët u vendosën mu para hyrjes së rektoratit. U dasht intervenimi njësi speciale të policisë për t'i larguar nga aty. U përdor edhe gazi lotësjellës që diko e nervozoi shumë. E krejt kjo hallakam, e cila zgjati për më shumë se 3 orë, lanën hije ceremoninë që ndërkohë zhvillohej brenda. Pa praninë e medjeve, Muj Rukova i dorëzoi postin e të parit të UP-s, pasardhësit të tij Ibrahim Gashit. Pas kësaj doli nga ndërtesa, por nuk mundi të thotë asnjë fjalë. Studentët nisën ta gjuajnë me vezë në drejtim të tij. Ndërkaq kur situata në obor u qetësua, rektori i ri vendosi të flasë për mediat. Nuk tha pothuajse asgjë në lidhje me protestën, por tha se edhe Nuri Bexheti dhe gjithë personeli tjetër janë zgjedhur në mënyrë të lehtëshme. Domethënë çdo gjë ka qenë në bazë ligjore dhe në rastin konkret që po pyetni ju, domethënë propozimet e mia për prorektor kanë kaluar me mbështetje, me konsultë unanime në Senatin e Universitetit të Prishtinës. Klan Kosova nuk ka arritur ta kontaktoj vetë prorektorin e kontestuar Nuri Bexhetin në ceremoninë e fillimit të vitit 3 akademik. Ishte paraparë që t'jete pranishme edhe presidentja vendit, por kur situata u tensionua, Atifeti Ahjaga e anulloi ardhjen e saj këto. Ndërkaq policia njofton se 9 student janë ndaluar dhe intervistuar për prishje të rendit të qetësisë publike. Policia, morre, gabel! Politizim ose jo në Universitetin e Prishtinës diskutojmë sot në pjesën e debatit me Ariana Demin nga Paqja Studentore. Mirë se erdhët zoti Ademi. Organizata juaj nuk i ka mbështet protestat e djeshme apo jo? Jo. Nuk i ka mbështet dhe Kreshnik Ahmeti nga Studim Kritik Veprim. Kreshnik e kisha një shqetësim
përsa i takon pjesëmarrjes tënde në emision, me që mendova që edhe kanë mundur të ta arrestojnë, nuk të kanë arrestuar si duket. Po, për pjesëmarrjen tonë në për aktivitete tilla protestuese, s'ka nevojë për shqetësimi që do të me qëndru tek policia e Kosovës. Aksionin si ne kemi realizuar sot, që besoj që edhe kjo është temë e ditës. Temë e ditës është problemet që janë në politizimin e Universitetit të Prishtinës, po gjithsesi se kjo është më aktuale. Po, nëse më fillu atëherë me këto. Ka qenë një aksion simbolik që ndërmarrëm sot, për mja rikujtu policisë e Kosovës, ja kujtu për herën e dytë, që neni 13.4 në ligjin për asimin e natë janë dalën policisë e Kosovës me hy në kampusin e Universitetit të Prishtinës. Na pas luftës... Ju keni mbështet, le të jemi pak më të qartë për shikuesit, ju e keni mbështet protestat e djeshme, apo jo? Nuk keni marrë pjesë, nuk keni marrë pjesë në protestat e djeshme. Jo, kemi qenë aty mandej, se ka ndodhur aty njoftimi është një problem edhe organizativ aty, që në besoj që mujë me diskutu. Po, sot e organizum këtë aksion ku e shtypëm një fletë madhe, edhe vendosëm tek muri i policisë së Kosovës, ku gjë nuk u dëmtu, i shpëndojmë disa fletushka ku shkruaj neni për kac, që me ja tregu policisë edhe njerë që nuk keni drejt me hy në Universitet të Prishtinës. Po në momentin kur dashtë më deklaru për media, sikur se çdo herë që po na ndalin lirinë e fjalës së shprehjes, na ndalin edhe aty. Fillun arrestimet edhe na largun deri tek rruga, edhe bile e teprum pak. Nuk keni shkuar për t'u arrestuar ju? Jo. Jo, nuk jem mazohist. Edhe e teprun edhe matutje sepse nuk dëshim me na lon as në trotuar me nejt. Në hapësinën publike. Çka është këtu një element që shifët në çdo aktivitet të këtij sistemi, sepse policia është pjesë e këtij sistemi, aparati i dhunës, është se publikën dojnë me shëndru, me përvecu, me shëndru në private. Edhe në universitetin publik, edhe në hapësirat publike në përqytet. Janë arrestu rreth 15 aktivistët. 14 u raportua, a janë liruar ata? Jo, ata informatat e fundit që i kemi, i kanë dërguar në gjykat për kundërvajtje, të shohim se çfarë po ndodh. Po, e qartë. Zoti Ademi, a justifikoni aksionin e SKV-s në policinë e Kosovës? Fillimisht më lejoni që në emër të paqes studentore të urojmë gjithë studentë të Universitetit të Prishtinës dhe gjithë profesorët të Universitetit të Prishtinës me rastin e fillimit të vitit të ri akademik 2012-2013, u dëshirojmë të gjithë studentëve suksese dhe shëndet gjatë këtij viti. Padyshim që ne arsytojmë veprimin e kolegëve tonë nga SYKV-ja, të cilin e kanë ndërmarrë sot, për të shpreh pakënaqësinë e tyre. Mirë, po padyshim që ne si paqe studentore në Universitetit të Prishtinës e dënojmë kurdoherë që vlerësohet prej organeve kompetente, që është ushtruar dhuna ndaj studentëve, atë dhunë e dënojmë. Dhe ftojmë Inspektoratin Policor të Kosovës që të jap vlerësimin e duhur dhe real. Mirë, po krejt kësaj çfarë kanë ngjarë sot, i ka paraprir një protestë të thirrur për datën 1 tetor. 1 tetor ky i cili padyshim që për studentët, për profesorët dhe për gjithë popullin e Kosovës ngjall një kujtesë tek 1 tetor i vitit 1997, atë botë kur shpresat e popullit ishin shuar për një aktivizëm tjetër, për shkak se tashmë Universiteti i Prishtinës nuk e gëzonte epitetin e universitetit. Po si e vendosni paralelen ndërmjet me 1 tetorin e vitit 1997, studentët së bashku me gjithë profesorët dolën dhe protestuan qartë dhe vunë gurthamerit e shtetit tonë dhe Universitetit të Prishtinës. Dhe pikërisht dje me datën 1 tetor, kur kolegët tanë përfaqësues nga organizatat studentore të parlamentit studentor, e që për fatin e keq, nuk i kemi këtu sot për të bashkëbiseduar. Po ishin të ftuar, megjithatë pa ndonjë justifikim nuk kanë marrë pjesë në emision gjatë gjithë ditës, i kemi kontaktuar. Pikërisht dje, nuk kanë dhënë as justifikim për mos pjesëmarrje. Me 1 tetor 1997. Në vend se të kujtohet ai jubili, vitit 1997, këto organizata studentore të prirë nga disa individ me status të dyshim të studentit, kanë zgjedhur të organizojnë një protestë në shaj pakënaqësie me emrimet e prorektorëve. Pikërisht këta kanë bërë shkelje të ligjit në anë të parë, sepse këta nuk kanë marrë vendim parlamentin e studentëve. Paqja studentore në Universitetin e Prishtinës, ashtu sikur se SYKV-ja dhe disa organizata tjera që jemi pjesë e këtij parlamenti studentor, ne nuk kemi qenë ftuar kur ata kanë marrë vendim për me organizu protestë. Madje nuk kanë mbajtur asnjë mbledhje. Po zoti Hamit. Po kjo është e vërtetë, plotësisht, po
Mënyra që është organizu me të vërtet nuk është në rregull, po mendoj që përderisa kemi një rezistencë sa do e vogël që nuk është në rregull, por jeni bashkangjit. Po, sepse kërkesat që ne ka pas protesta kalume është marrë me një element, është marrë me prorektorin Nuri Bexheti. Po prorektori Nuri Bexheti është prodhim i këtij sistemi. Nëse ti e hek prorektori Nuri Bexheti, komentar prorektori tjetër Nuri Bexheti. Ne duhet me radikalizu kërkesat tona sepse gjendja është radikalisht e keqe. Ne kemi pa të arsyeshme që me mbështet protestën e marr pjesë në ato. Ne mendojmë që duhet krejt që student më u bë bashk, edhe me fillu një rezistencë, një mobilizim kundër këtij sistemi që është vu në UP. Edhe vetëm të përfunde 10 sekonda. Edhe tjeni të bindun se përderisa kërkesat janë parimore. Dje e parë se dhe paqa studentore me disa organizata tjera kanë dalë me akuza se ka interesa personale. Nuk e mohoj që dikush aty ka. Edhe unë mendoj kështu. Po nuk kanë gjithë. Besoni që nëse organizohemi krejt bashkë me kërkesa parimore, këta që kanë interesa personale kanë munal rrugës, nuk kanë me ardhur deri në fund me neve. Kështu që mendoj që duhet mu bë bashkë edhe me rrit kërkesat edhe me rrit mobilizimin. Cili është problemi tek prorektori Nuri Bexheti? Cili është problemi? Ne si SKV nuk kemi problem. Këta janë të diskutueshëm gjithsesi. Këshilli drejtues ka qenë të kalumin që janë bë aty shumë gjëra që nuk është dashur mu bë, është shkel ligji, duhet mu marr prokuroria me këta njerëz. Por unë po them prap, edhe me hek Nuri Bexhetin. Prap ka marrë një tillë sepse sistemi është tu. Ne e kemi bërë një aksion, kemi dërguar letër bashkë me Paqen Studentore Klubin Politik Studentëve, deputetëve të Parlamentit të Kosovës para 2 dite, apo dje në fakt, edhe ju kemi thonë mos e votoni draft statutin e ri, se është statuti i vjetër. Duhet me hek këshillin drejtues për Universitetit Prishtinës, me udhëheq senati, me udhëheq këshillet e fakulteteve, me pas demokraci direkte. Ndryshe nuk shpëton Universiteti Prishtinës prej partitizimit. Politika nuk është e keqe për universitetin, duhet me bë këtë dallim. Për politikës edhe partitizimi. Partitizimi në kupton me vu njerëz të partisë aty. Universitet ma politikë se 97 nuk kena pas kur. Çatëherë kena pas universitet. Sot kemi objekte të universiteteve, nuk kemi universitet kërkun në Kosovë. Le të mbesim tek justifikimi. E keqja më e madhe që ndron që ta student dje që kanë thirrë organizim protestas. Vendimet i kanë marrë në kafene. Edhe jo në institucionin e studentëve në parlamentin e studentëve. Sepse këta janë mësuar të marrë vendime në kafene, se njerëz të kafeve. Kjo është trashëgimi e 90-tave në kafene të tjera? Jo, për fatin e keq. 90-tat janë marrë vendimet në kafene. Po janë marrë, po kanë sepse ndërlidhen më herët e bërë një paralele interesante. Kemi pas një situatë krejtësisht tjetër. Dje këta në vend që të marrin vendim si parlament studentor, të bojnë hapjen e parlamentit studentor, 1 tetori ka qenë data e inaugurimit të parlamentit studentor. Ashtu siç ka qenë dorëzim pranimi i detyrës të rektorit. Nga ish rektori profesor Dr. Mujrugova, tek rektori i ri profesor Dr. Ibrahim Gashi, në vend që në mënyrë simbolike parlamenti studentor të shënoj marshin studentor të vitit 1997, këta kanë zgjedhur me protestu, me pretekste të ulta, me motive të ulta dhe çuçare, për interesa krejtësisht personale. Sepse ju lutem, nuk është reale të bllokohen institucionet. Cilat janë ato interesa? Interesat personale ty në janë sepse ata janë mësuar me e pas një komoditet krejtësisht tjetër gjatë menaxhmentit tjetër që shkoi. Gjatë kohës kur rektori i universitetit ka qenë profesor Mujrugova. Edhe tani janë vetëdijshëm që këtë komoditet, tani janë vetëdijshëm që ato dhurata që i marrën në ditët e fundit shkurjes të rektorit Mujrugova nuk do t'i kenë më. Ata marrën statusin e asistentëve në fakultete, me drejt dhe pa drejt. Njerëz të këtyre organizatave. Dhe dje ata njerëz, përmes madje edhe atyre njerëzve dyshemt se janë student ajo, kanë zgjedhur me dhunu Universitetin e Prishtinës. Ata kanë përdorur dhunë fizike në Universitetin e Prishtinës ndaj sigurimit të rektoratit. Ata kanë dashur me dhunë mohi brenda në universitet. Brenda në rektorat e kësaj dhune. Dhe fatkeqësisht na vije keq prej kolegëve të SKV-s. Fatkeqësisht na vije keq që dje kanë zgjedhur me përkrah aty për aty protestet, sepse nuk kanë pas njohuri çka po ndodh. E para dhe dyta, nëse më lejohet vetëm 1 sekond. Nuk e kanë ditë çka po ndodh për faktin se ata vendimet i marrin kafene dhe këta nuk janë njerëz të kafeneve. Këta janë njerëz të institucioneve. Edhe ashtu siç kemi pranuar na dje, të shkojmë. Kështu po i bie që SKV-ja është dashur të bie pishman që ka marrë pjesë dje. Që kemi zotin Ahmeti këtu edhe të theksoj rrezikun e institucionalizimit studentit. Unë mendoj që është shumë keq kjo, nëse na fillojmë me mendu me institucionin, ajo këtu, ajo atje duhet ligji rregullorja kështu. Ne jemi student. Po,
problemi nuk është që e kam bo në kafe, problemi është që se kam bo me krejt. Aty është dashur më uftu edhe organizatat që nuk kanë marrë pjesërisht në zgjedhje, si për shembull klubi politik i studentëve. Edhe ata duhen me ardhë, edhe ata janë studentë, edhe ata duhen me u vetë. Problemi është këtu, fillimisht duhet me kontestu përfundimin që ka pas dhunë. Unë nuk kam pa dhunë. Aty student nuk keni pa dhunë, Kreshnik nuk kanë qenë prezent. Kanë qenë aktivistat. Po ata kanë qenë fare në fund. Edhe kanë jap deklaratën fare në fund. Absolutisht për momentit parë kemi qenë aty. E kemi të qartë, ju lutem. Veç të përfundoj. Nuk ka pas dhunë. Bllokimi i institucionit të rektoratit nuk është dhunë. Është shaj proteste, është presion. Gjuajtja simbolike me ve nuk është dhunë. Kështu e bojnë këtë venet, i gjuajnë me torte, me ve, me mill, me gjithçka. Mendoj që nuk ka pas dhundje, edhe jo nuk i pim as pak pishman, u sharova shumë mirë në fillim, besoj që është një fillim i organizimit të studentëve. Ne, nëse jemi parimor, po them që jemi parimor, t'i bashkangjitim organizimit, t'i rrisim kërkesat, t'i bëjmë kërkesat radikale, pra po thëmë, besoni kanë me unal rrugës ta që kanë për interesa personale. Pasja studentore është interesuar, kur do herë, që t'i qasët probleme brenda Universitetin e Prishtinës, çfarë do forme, por jo për interesat individëve, të motivuara nga jashtë. Ju lutem, aty ka pas njerëz me interesa të ulta. Problemi i emërimeve të Absolutisht nga protesta. Nuk po i mbrojmë këto që ti po i shun interesa të ulta emërimi prorektorëve, në veçanti emërimi i profesorit Nuri Bexhetit, i cili kontestohet nga këto organizata. Mos të harrojmë edhe një fakt. Parlamenti studentor që këta thirrën namën Parlamenti studentor i ka gjithsej 10 deputet që kanë formuar koalicionin. Edhe 2 deputet aty janë kundër. Jo, a din çka kanë bërë këta që është e maketë se kjo që po thotë këta e kishin organizuar një këshill të protestës për me eliminu institucione Parlamenti studentor. Se tash nëse shkojmë na, mi thonë, s'na keni veta, e thotë ju nuk keni këshill. Emërimi prorektorëve. Nuk duhet me u ka. Emërimi prorektorëve. Ne gjatë këtyre ditëve kemi hulumtuar. Ne presum shumë nga emërimi këtyre prorektorëve. Madje janë prorektorë me background shumë të mirë shkencor. Ju lutem. Edhe absolutisht nuk kanë qenë parimore kërkesat e kolegëve tonë, por shumë selektive. Pse kanë qenë selektive? Sepse nuk është emrimi vetëm i profesorit Nuri Bexhetit, emrim politik siç e thonë ata. Madje nuk është e vërtetë kjo. Pikërisht nën kryetari i Parlamentit studentor, Musa Preteni, në rolin e kryetarit të në rolin e kryetarit të asociacionit për shkenca politike, që është një asociacion në Fakultetin Filozofik, në Departamentin Shkenca Politike, në vitin e kaluar, me përkrojën e kolegëve të vetë, ka japë çmim profesor i dalluar, profesor meritor, profesor Nuri Bexhetit. Edhe sot i motivuar për njerëzve të tjerë, del edhe e kundërshton Nuri Bexhetin. Kjo nuk di si mund të shpjegohet. Unë pajtona me Arjanin në momentin kur po thu që kërkesat nuk i kanë parimore për një me. Po jo pse nuk është partijak Nuri Bexheti, po se edhe Ibrahim Gashi o partijak. Qëtuar problemi që kërkesat nuk i kanë parimor, se edhe këshilli drejtues o partijak. Se duhet me hek këshillin drejtues, e rektori mos mu zgjedh për këshilli drejtues, rektori duhet mu zgjedh për votë secili student e secili profesor. Kjo është praktikë që bëhet gjithkohë, është demokraci direkte. Ata nuk janë parimor. Se nuk dilni të protestoni për problemet reale që janë. Mungesë hapësirash nuk keni, nuk ka ujë, nuk ka asgjë atje. Po pse nuk dilni të protestoni për këto probleme? Këto janë probleme. Po këto janë të nënkuptuara, këto janë simptoma të këtij sistemi të ndërtuar. Pse po mendojnë që nuk ka hapësinë të mjaftueshme sepse ka shumë korrupsion. Ne kemi qit sa raste të korrupsionit në prokurori dhe ju kemi ftuar media për Mujë Rogovën. Ai e kryti mandatin. Ai është i lirë sillet nëpër Prishtinë. Na kemi thonë sa herë, ai duhet me qenë burg. Ai ka vjedh, ai ka mashtruar një popull tan me çmimin. Po, ideja është këtu. Nëse e ka problemin gabimisht, nuk kemi pas gjithë kur. Edhe ata e kanë kap gabimisht protestën e djeshme, po na besojmë që mundet me u kap mirë. Po edhe kjo nuk është ata e kanë kap gabimisht, ju jeni bashkangjit. Po për me i rrit kërkesat e me shku te kërkesat e duna, duhet mu ndru mënyra organizimit në Universitetin e Prishtinës edhe me pas autonomi të plotë. Unë duhet besoj që ju mundi më bë pjesë aty në kërkesa aty nëse janë kërkesa shumë të ulta, krejt personale. Problemi është që ata janë pjesa personale kërkesa. Ata kanë qenë pjesë e parlamentit kaluar studentor. Për gjatë tërë mandatit tyre, ata asnjëherë nuk kanë organizuar as vetëm një reagim pa kënaqësi për gjendjen aktuale që është shumë e rëndë në Universitetin e Prishtinës. Qëndrojnë shumë, po duhet me u bë bashkë me ngrit kërkesat. Është realitet se prekum çdo ditë na si student. Çfarë ju ndan atëherë? Jo, problemi është, a diku na jemi bashku me ata pse nuk na kanë ftuar hiç.
Se kërkesa është marrë me një simptom të problemit, po na besojmë që mujmë me aktualizu probleme real. Nuk janë, unë pajtona që disa aty janë për interesa personale, që nuk kam të qarta, po nuk janë gjithashtu. A janë edhe organizatat studentare të ndara, po themi, nga partitë politike, nga vetë, janë objekti partive politike organizatat studentore. Nuk mujmë me folë për organizatat tjera. Tila po duken kur po i përmen Arjani, po... Po, organizata juj. Jo, ne kemi deklaru sa herë. E kemi statutin tonë. Ministria nuk na kishë certifiku si organizatë jo qeveritare, po të kishim qenë tilë. Po e kemi i tregojnë 100 herë, tregojmë sa është duhet. Shumica për neve në aktivistëve të ndosës, nuk na vje marë për këtë punë. Po, duhet me pas të kjartë, duhet me u bashku në këtë organizim, sepse a pajtosh me mu që jo gjithë student që kanë qenë dja aty, janë me interesa personale. Absolutisht, ka student mirë. Edhe na vjen keq për aty në studentët që vinë prej e studentit, tani më flasim se madje jemi në gjendje më folë edhe me emra. Dëbohemi bashkë me studentin edhe motivet e tyre, sepse këta kur njerë nuk kanë zgjedhur më reagu për gjendjen e rëndë në Universitetin e Prishtinës. Për mungesën e hapësirave universitare. Po mos të mbysim edhe këtë reagim. Nuk lutëm. Po jo, po duhet me mbyll këtë reagim, edhe duhet me ul këtë reagim, se ky është reagimi më i ulët këtyre organizatave studentore, sepse këta janë me motive të ulta krejt personale dhe klanore grupore për jashtë universitetit. Gjithë? Lutëm. Gjithë që kanë qenë dja aty? Shumica aty në krert. Lutëm, ka student viktim, po ata e kanë udhëhequr. Pra atëherë ka student që janë të sinqertë e kanë dalë protestu për diçka që me të vërtet mendon që duhet të ndryshu. Jo të lutna. Edhe atëherë duhet të bashku edhe mi rrit kërkesat. Po vetë fakti i një numrit kaq të vogël që dje ka protestuar. Se të lutna, në momentin që fton protestë në emër të parlamentit studentor, edhe del me 30 vet, 40 vet, nuk është reale. Duhet me kuptuar që diçka nuk është mirë, nuk është gjendja për mu lavdru. Nuk është gjendja për mi vazhdu me tutje procesit. Duhet ullëm të shohim ku ka ngesë problemi. Ne dim që universitetet ka shumë probleme. Madje aq janë selektive dhe aq pak janë parimor, sa që pse këta nuk reaguan. Të lutëm, këta kanë ardhur në parlament studentëve me vota të vjedhura, të manipuluara. Edhe i kanë përfasues të tyre në senat, 7 studentë. Me votat e tyre, në mënyrë politike, as pak meritore, shumicës prej dekanëve të fakulteteve të Universitetit të Prishtinës ja kanë jap mandatin e dekanit. Me votat e tyre. Me votat e tyre. Kemi raportu gjatë asaj dite që kanë dhënë një kese indeksa. Politike të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës. Pse kanë reaguar? Pse nuk reaguan për emërimin e dyshuar politik të rektorit të ri profesor doktor Ibrahim Gashi? Po zgjodhen më reagu kundër profesor doktor Nuri Bexhetit. A dini pse kanë zgjedhur? Sepse e përsërita më lart, nuk e kanë komoditetin që kanë pas mandatin e profesor Mujrugovës, nuk do të mund t'i vazhdojnë avancimet e tyre jo meritore, sepse këta nuk e meritojnë statusin e studentit. Këta kanë bo as shumë keqpërdorime në universitet, sa që vendin e kanë në polici. Këta kanë bo keqpërdorime jashtëzakonisht larta, dyshojnë për 450.000 euro, shembull veç te Komisioni për lirimin prej semestrave të studentave. Madje për kalimin e studentave prej me status me korrespondencë në të rregull. Të lutna, çysh mundet një student përfaqësues i studentëve mashin me pas veturën Golf 6. Me pas ka 2 telefona iPhone për dur. Pja kontestojnë këtë statusin e përfaqësuesit student në fillim. Po nuk mundet me qenë student i cili nuk kem kur në universitet. Edhe ka kërkesa të veta personale. Po nuk janë gjithë të tillë. Aty paktën ata që kanë organizuar kjo po. Nuk kam qenë prej fillimit se s'kena qenë të njoftuar si duhet. Student u tregojshin të gatshëm me qëndru. Pastaj dash të njoftuheni më mirë që aty bashkë ngjiteni ose jo. Jo. Kemi informacione këtu një gjë. Nuri Bexheti është partijak. Jo, nuk është partijak. Te përfundere. Edhe duhet me u hek, po jo veç ai, duhet me u ndru sistemi, nuk mundesh me u marr me simptome. Nuri Bexheti është simptom e këtij sistemi. Po tu e ditë që është e tillë, ne kemi pranuar me mbështet e me marr pjesë që edhe me i rrit kërkesat, ne nuk i bashkohemi vetëm me nejt aty, vetëm me dal kurt natyrën. Me marr pjesë në organizim, me marr pjesë në ngritjen e kërkesave. Duhet me u hek Këshilli Drejtues, nuk duhet me u votu drafti statutit të Universitetit të Prishtinës. Universiteti i Prishtinës duhet me pas autonomi të plotë në administrim e në financa. Duhet me investu për institute. Në cilin fakultet je? Në Fakultetin Ekonomik. Nuri Bexhetin se ke pas profesor? Po ditë ka qenë në Këshill Drejtues. Nuk e keni pas profesor? Jo, po flasim le tjetë e qartë se po mirë, problemi është më i vogël. Problemi është që kemi emrime dekanëve, cilët kanë bërë poste politike, edhe cilët nuk kanë treguar performancë të mirë. Madje janë dyshim për aferat e tyre. Edhe pikërisht këta organizatorë të kësaj protestës dje, që as pak spajtoj që studentët janë tuj për krah, sepse studentët e Universitetit të Prishtinës,
Ashtu si që kishin vëmendjen në natë shtatë, po mirë ka vëmendjen edhe dje, do ta kenë vëmendjen në natë. Edhe sqarimin performanca e Nuri Begjetit si profesor. Profesor Nuri Begjetit, në anë parë, nuk është njëri partijak, si që thonë ata, sepse nuk e ka librezën e asnjë partije. Të paktën, ai është paraqitur me këtë biografi të vetën në komision. Sepse të lutna, Nuri Begjeti, se bashku me 2 prorektorë tjerë, për i këshillit drejtues, ka marrë për krahjen unanime, me 9 vota. Edhe pse këta nuk zgjedhen tani me kontestu emrimin me qenë se sipas tyre pas ka qenë politik, madje shpifin, kur thonë që profesor Nuri Begjeti është profesor i rregull në 3 fakultete, sepse nuk qëndron, sepse këta nuk kanë hullumtu, sepse prej kafeneve nuk hullumtohet, sepse me njerëz të rrugëve, me bandete vagaband, nuk drejtohen problemet në universitet. Shumë jashtë. Jo, po pyesim. Jemi duke mbrojtur. Unë nuk du më marrë me Nuri Begjetin. Po, nuk du më marrë me Nuri Begjetin. Po, na i na bashkun protest që mi rritë kërkesa tona. Nuk mund është me zhidhë kur një problem të u marrë me një person. Për ta marrë bajrakun e protestës. Jo, as pak. As pak nuk e kemi këtë probleme. Dina i kemi ftu edhe krejt bashkë, kemi boj letrën, që ja kemi dërgu deputet, as pak së qëndrën kjo. Po, nuk mund është me bodhe kolekton për organizatat tjera. Ishtë dashtë me bodhe kolektir. Po që ashtu pajton. Po ata s'kan goma marrë me to. E dim se nuk kanë paradoks i maj madh nëse ne studentë mbysim rezistencën studentore. Jo. Ne du me fillu me atë rezistencë sa do të vogël, edhe ndoshta kërkesat janë të gabuara në Universitetin e Prishtinës. Nuk është për kërkesat e t'i bëjnë drejta. Nuk dëshiron me hesht. Pikërisht se nuk dëshirojnë me hesht. Paqja studentore të Prishtinës e ka kthy vëmendjen e mbar opinionit, vëmendjen e studentëve shumë me rezistencën. Jo, se kemi problem, edhe rezistencën, por rezistencë parimore edhe reale. Jo të motivuar prej jashtë. Po, pikërisht këtë dhe jo për interesa personale. Unë nuk kam interesa personale më bë asistent fakultetin e mjekësisë. Nuk kam. Nëse unë du më bë asistent fakultetin e mjekësisë, do të bëj me meritat e mia. Me studimin tim. Edhe jo me po, patjetër. Që është shumë e rrezikshme që shka ndodhur në vendin tonë përgjithësi jo vetëm në universitet, kur djegën kartat. Kur fillon një organizim, edhe djegët karta. Studentët demotivon, këtë demotivon e qytetarët. Ka fillu një mobilizim. Po pajtona edhe unë që kërkesa nuk e dija ka aty interesa personalis, nuk e dija, nuk po më tregon ani. Po të marrim pjesë gjithë edhe nëse bomi kret, nëse na këmi parimore edhe him aty, unë po thëmë prap, kanë me unal rrugës ata që jenë për interesa personalis. Student duhet më mobilizu, më organizu edhe mi arrit drejtat e tyne. A janë u paralajmëruar një protest tjetër për ditët në vijim? Një protest të paktën informacionet që i kam që ju do ta udhëheqni. Jo, ne nuk do të zgjedhim metoda për të protestuar ashtu siç bën dje kolektor. Ne në ditën e vijim nuk do të qëndrojmë të heshtur. Do të zgjedhim forma dhe metoda të ndryshme. Për çfarë do të protestojmë? Për të informuar të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës, përmes tyre dhe gjithë profesorët e Universitetit të Prishtinës, se këta njerëz të ardhur nga rruga, me statuse të dyshimta, krerët e tyre, nuk mund t'i përfaqësojnë interesat e studentëve dhe të parlamentit studentor. Ne do të tregojmë kush janë këta, ne do të tregojmë realitetin e Universitetit të Prishtinës, ne do t'i numërojmë të gjitha problemet që ka në Universitetin e Prishtinës. Kjo i bie që ju do të protestoni kundër protestuesve? Jo në atë formë. Po kështu po i bie? Jo. Ne nuk e kemi ndërmend bëjmë protesta. Ne do zgjedhëm forma dhe metoda për t'i njoftuar studentët në mënyra ndryshme. Qoftë përmes debateve, qoftë përmes formave ndryshme, dhe jemi për t'i trajtuar të gjitha problemet në mënyrën ashtu siç meritojnë. Nuk është e vërtetë që jemi shumë qetë. Ta duash, paqja studentore, të jesh pacifist. Paqja studentore ka ditë më herët këtë. Ka ditë në rrugë, por me kërkesa sociale për studentat, Krishnik, nuk e di sa ke përcjell. Po kemi marrë faleminderit, edhe me kërkesa sociale për studentët. Paqja studentore din të organizoj edhe aktivitete humanitare, edhe sportive, edhe debate shkencore në Universitetin e Prishtinës, po dim të rezistojmë, por jo në atë formë çfarë po zgjedhin ata më rezistojmë. Ne do të rezistojmë për problemet aktuale. Nuk ka problem më aktual se nesër studenti që është pranuar në Universitetin e Prishtinës mos me pas ulse në amfiteatër. Pra nuk do të ketë protesta. Aktualitet nuk komunal, nuk do të këndrojmë protesta. Jo, po flasim për një periudhë të afërt, paktën informacionet siç i mora më herët, ishte se do të keni një protestë. Ju do të jeni ata që do të udhëheqni. Jo, ne nuk do të udhëheqim protest. Rregull. Zoti Ademi, zoti Ahmeti,
ju thras me zotëri, me që respektoj, sepse ju kam mysafir në studio. Faleminderit shumë që ishit pjesë e infomagazinit. Sotëm besoj të merremi ndonjëherë tjetër përsëri me problemet e studentëve dhe me problemet reale që i kanë studentët e Universitetit të Prishtinës. Nëse ftojmë se mediat nuk po mirën me të vërtetë sa duhet në universitet ka shumë hapësim për moment. Nëse na lejohet, kjo është një moment që ne po merremi me ju. Po, se jemi aktualizu, jemi të kriju vetë hapësirën. Vetëm duhet qihet televizorit. Falenderoj Klan Kosovën që na ka japur mundësinë. E para dhe dyta, ftoj gjithë studentë të Universitetit të Prishtinës që të distancohen prej kërkesave dhe motiveve kaq të ulta këtyre organizatorëve dhe vërtet po e vazhdojmë, zoti Ademi, po e vazhdojmë debatin përsëri. Bëre thirrje edhe më herë. Faleminderit shumë. Ja kthejmë namën e Universitetit të Prishtinës ashtu siç e meriton. Faleminderit shumë. Spote publicitare rikthehemi për informacione tjera. Jemi rikthyer përsëri në studion e Info Magazin drejt për të vazhduar me informacionet tjera. Këshilli Ekonomik zhvilloi takimin e 5 me radhë. Këtu vendos që të favorizohen kompanitë vendore. Kronikën e sjell Abdyl Pajaziti. Të huajt duhet të presin. Gjithçka që tani e tutje ndërtohet e shërbehet në Kosovë me para të buxhetit të shtetit, fillimisht do t'i ketë parasysh kompanitë vendore. Vendimi u mor të martën në takimin e drejtuesve të dikastereve ekonomike. Ky është një rekomandim I cili ka vite që diskutohet edhe nga asociacionet e biznesit në Kosovë dhe ideja e këtij këshilli është që gjithmonë në kontrata publike të jepet përparësi produkteve dhe shërbimeve kosovare. Për këtë propozim, qeveritarët u konsultuan me përfaqësuesit e bizneseve, por edhe kërkuan rritje të cilësisë në punën e kompanive kosovare. E bëhet fjalë për goxha punë, por edhe për para të buxhetit që pritet të merren nga bizneset vendore. Për vitin 2011, vlera e nënshkruar e këtyre kontratave arrin në 552.150.000 euro. Domethënë këtyre kontratave të nënshkruara. Nëse vështrojmë për së afërmi, vlera kontratave sipas llojit të prokurimit, qeveria e Kosovës shpenzon 308 milion në furnizime, 65 milion në shërbime, 2 milion në konkurset projektimit, 179 milion në punë. Ky këshill që u mblodh për të 5-ën herë me radhë u tha se po shërben si një mekanizëm në shtytjen përpara të reformave ekonomike në vend. E u përmend edhe puna që po bëhet në lehtësimin e hapjes së bizneseve, posaçërisht në shkurtimin e procedurave dhe licencave për punë, por edhe reforma tjera në këtë fushë. Samuel Zhbogar ka nisur një fushat 6 mujore, fushat kjo që shefi I zyrës së BE-s në Kosovë do ta bëjë në secilën komunë. E nisi me Fush Kosovën. Atje e priti kryetari I Fush Kosovës, Burim Berisha. Do të shkojmë me kronikën. Po e nis një kampanjë të rëndësishme. I dërguari I BE-s Samuel Zhbogar e ka bërë ta bëjë Kosovën evropiane. Qëllimin e tij e filloi nga Fush Kosova. Unë fillova në Fush Kosovë fushatën e vizitave në për komunat të Kosovës dhe për 6 muaj do të vizitoj të gjitha komunat. Dhe slogani kryesor I kësaj fushate thot, është koha për Evropë. Më parë patëm lajme të mira nga Evropa. Shpresoj që edhe të ardhmen të na vijnë lajme të mira. Si start Fush Kosova po I pëlqen evropianit. Zhbogar tha se në këtë komunë po I bën përshtypje mënyra se si pushteti lokal po u qaset problemeve. Por më shumë se këto lavdata kryetarit e Fush Kosovës interesoj një premtim që I bëri Zhbogar. Zoti Zhbogar na premtoi se të ardhmen do të na ndihmojnë në ecjen përpara këtyre zhvillimeve, sidomos në zhvillimin ekonomik. Faleminderit. I dërguari I evropianëve në Kosovë u interesua edhe për projektet e financuara nga paratë e taksapaguesve të tij. Në të njëjtën ditë ai vizitoi edhe nxënësit e gjimnazit Hifzi Sulejmani. Zhbogar gjeti kohë për diskutuar tema të ndryshme si mysafirë një radio lokale multietnike. Dhe ky ishte informacioni I fundit I përgatitur për edicionin e sotëm të Info Magazin. Ju vazhdoni të qëndroni me programin e Klan Kosovës në lajmet të orës 20. Azhurnoheni me informacionet më të reja. Deri atëherë mirëmbëngjes.